Pas refuzimit të ftesës për dialog, kryeministri Rama replikoi në distancë me protestuesit të MTZ-shëm që kundërshtojnë investimin në zonën e Zvërnecit, duke i konsideruar mysafir të paftuar të natës. Qytetarët që marshuan nga kryeministria drejt selisë së Partisë Socialiste, Rama bëri një krahasim me Greqinë dhe Gjermaninë. Shqipëria e shqiptarëve dhe këto çeta kinse shqiponja që ulërasin kësaj rrugëve të kujtojnë Gjermaninë e gjermanëve. Me ata ulëritësat e verbër si këta mysafirët e natës tek selia e Partisë Socialiste, që e kthyen Gjermaninë në thertoren e hebrejve dhe e katandisën në delen e zezë të planetit. Po me që Gjermania naziste është larg dhe zëre se i kanë përpara syve urrejtje nxitësit e këtyre të rinjve pa busull, duke thonë ju s'jeni nazist, ju jeni patriot. Prandaj jepini fort gojës së shturur se do ta djegim Shqipërinë e tradhtarëve, po shtoj që kjo Shqipëria e shqiptarëve është tëpk si Greqia e grekëve. Ajo e atyre çakejve të agimit të ardh që donin të diqnin të gjallë, tradhtarët e Greqisë së bashku me shqiptarët, të cilët sipas tyre po merrnin punët edhe paratë e popullit të grek. Çuditërisht edhe ata ishin kundër investimeve dhe resorteve cilësore me të vetmit ndryshim se këta shqiptarët tanë të vërtet nuk kishin gisht në kuturisjen e atyre, kurse ata kanë gishtin e tyre e kuturisjen e këtyre. Fali zot se s'din që bëjnë, thuhet në këto raste. Rama shton se do të bëhet sipas kontratës dhe që është e lidhur për herën e 4 në majin e shkuar me votat e më shumë se 800.000 shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë.